Ministria e Shëndetësisë informon se është nënshkruar kontrata për furnizimin me 80.000 vaksina kundër gripit sezonal. Vaksinat pritet të mbërrijnë gjatë javës së ardhshme, pas së cilës si çdo vit, imunizimi kundër gripit do të nisë në gjysmën e dytë të muajit. Këtë vit janë siguruar numri më i madh i vaksinave deri më tani për këtë qëllim. Bëhet fjalë për një vaksinë 4-valente nga prodhuesi i njohur Abbott nga Holanda. Kujtojmë se me vaksinimin falas përfshihen grupet e rrezikuara të popullsisë, si personat e moshuar mbi 65 vjeç, personat me sëmundje kronike, punonjësit shëndetësor, gratë shtatzëna, fëmijët e moshës nga 6 muaj deri në 5 vjeç, si dhe personat e vendosur në institucionet e kujdesit social për të moshuarit dhe punonjësit e këtyre institucioneve. Vaksinimi kundër gripit sezonal është masa më efikase për parandalimin e gripit, që ndihmon në shmangjen e formave më të rënda dhe komplikimeve, veçanërisht te grupet e rrezikuara, njofton Ministria e Shëndetësisë.